Dashi. Sot do jeni me humor dhe do ndiheni më të lirë se kur për të vepruar sipas dëshirës tuaj, pa u ndikuar nga presionet e jashtme. Në marrëdhënien tuaj në çift, dëshmani çdo lloj konflikti të panevojshëm dhe do zgjidhni t'i hapni dyert dialogut në vend se të mbylleni në heshtje. Për të shtuar emocione, mund të propozoni diçka të pazakon, një shëtitje në mesnatë apo një darkë spontane. Beqarët duhet të mos i pranojnë takimet që bazohen vetëm në aspektin fizik. Kërkoni diçka që vlerëson gjithashtu shpirtin dhe mendjen. Në punë do jeni luftarak dhe nuk do e humbisni besimin. Edhe kur pengesat duken të pakapërcjeshme, do qëndroni në këmbë deri në sekondën e fundit. Financat do jenë nën kontroll për shkak të planifikimit të kujdesshëm. Asnjë befasi nuk do ju shgënjej. Demi. Sot do ndjeni të mbushur me ide të shumta dhe mund të gjendeni në situata kur zgjedhja midis tyre nuk është e lehtë. Në lidhjen tuaj do keni momentet kur ndjesitë e tensionit do dalin, por shmanni përfshirjen e miqve të dyshimit që vetëm do e përkeqësojnë situatën. Mbani distancë nga ata që ju shtojnë stres pa ja sjell veten. Beqarët do kenë dëshirë të guxojnë me dashuri, por anthi për pasojë do frenoj veprimet. Sfidoni veten me hapa të vegjël. Në punë, edhe pse sukseset mund të jenë munguar kohët e fundit, eprorët do ju besojnë projekte me më shumë përgjegjësi. Merruni me to me entuziazëm dhe do habiteni me rezultatet. Mos u tremni nga kritikat e kolegëve, shfrytëzojini si katalizator për rritje. Financat kërkojnë maturi, shmanni çdo shpenzim impulsiv dhe kërkoni këshilla nga specialistët për çdo investim të madh. Binjakët. Sot do ndjeni plot pasion dhe optimizëm, duke ecur me kaq vetbesim saqë do mahnisni vetveten. Në çift, komunikimi do jetë çelësi. Shprehni hapur mendimet dhe dëshirat dhe do shihni se partneri do përgjigjet me të njëjtin entuziazëm. Në mbrëmje, shtoni pak romancë me një drekë në një jetë apo me një kërcim të përbashkët. Beqarët do kenë mundësi të reja për takime, merrni pjesë në evente sociale apo kurse që ju interesojnë. Forumi më i mirë për takime të cilat mund të përshkallëzohen në histori të bukura. Në punë, përkundër çdo përpjekjeje për t'ju ndaluar, do tregoheni të pandalshëm dhe do arrini hap pas hapi objektivat e mëdha. Aftësia juaj për të punuar me qetësi në sfida të lagta do fitojë vlerësime nga drejtuesit. Gaforia. Sot do ndjeni të ekuilibruar dhe logjik në çdo veprim, pavarësisht nga trazirat që mund të ndodhin rreth jush. Në çift, kushtojini vëmendje asaj pjesë ku zemra jua urdhëron të ndaloni dhe të dialogoni. Një kafe në mëngjes apo një shëtitje në park të shërbejë si urë lidhëse. Beqarët do kenë rastin të flirtojnë natyrshëm, qoftë në një mbledhje familjare apo në një kafene lokale. Gjua e trupit do flasë më shumë se fjalët. Në punë, planetet do ju favorizojnë me ide të qarta dhe intuit të fortë. Mos i humbni ato sekonda reflektimi para veprimit. Gabimet e vogla do korrigjohen lehtësisht kur veproni me pragmatizëm. Financat do jenë të qëndrueshme. Një plan kursimi i hartuar pak kohë më parë do jap frytet e para. Luani. Sot do ndjeni se energjia juaj shpërthen në çdo qeliz, duke e bërë çdo aktivitet të duket i lehtë dhe argëtues. Në çift, herët në mëngjes mund të planifikoni një aventurë të vogël, një piknik apo një vizitë në një vend me peizazh, çka do risjellë rinin dhe pasionin. Beqarët do ndjehen më të gatshëm për eksperienca të reja, por kujdesuni të mos nxitoni. Lejoni debutimet romantike të zhvillohen natyrshëm për të shmangur shkënjimin. Në punë, dinamika e ditës do kërkojë fleksibilitet. Mund të duhet të ndryshoni planin e mëngjesit për një ditë pune jashtë zyrës, por do t'ia dini mban me sukses. Bashkëpunimi me kolegët do shërbejë si burim energjie dhe do habiteni kur ata do ofrojnë zgjidhje kreative. Financat do përmirësohen fal një shpërblimi ose bonusi të papritur. Shfrytëzojeni për të ndërtuar një rezervë emergjence. Virgjëresha. Sot do jeni më të përpiqur se kur në planifikim dhe organizim, prandaj çdo projekt do marshojë me efikasitet. Në çift, shmanni kritikat e tepërta dhe zgjidhni pak fjalë ngushëlluese për të krijuar një atmosferë mbështetëse. Një ndarje përgjegjësisht në shtëpi, të kujdesi për kafenë e mëngjesit, të sjellë ekuilibrin dhe do forcojë bashkëpunimin. Beqarët do dallojnë për sjelljen e matur dhe për interesin ndaj intelektit të tjetrit. Një bisedë e thellë rreth një libri apo filmi mund të ndesë një pasion të ri. Në punë, vendosmëria juaj do vlerësohet nga drejtuesit. Merrni nisma për të përmirësuar proceset e brendshme. Financat do jenë të ekuilibruara, por mos investoni para pa analizuar pasojat afatgjata. Dëshorja. Sot do shkëlqeni në çdo shoqëri, fal dëshirës tuaj për të dëgjuar dhe për të dëgjuar të tjerët.
Në çift, përqendrohuni te bisedat e sinqerta mbi ëndrat e përbashkëta. Një darkë me qirin apo një shëtitje në natyrë do rris intimitetin. Beqarët, edhe pse ndihen komod me vetmi, mund të bëjnë hapa të vegjël në drejtim të flirtit teksa flasin për hopet e tyre. Ndonjëherë pasioni fshehet në detaje. Në punë, thjesht do ju mbështesim në vendimarrje të guximshme. Mos keni frikë të propozoni ndryshime në strategji. Financat do jenë të qëndrueshme për shkak të buxhetit të mirëmenduar. Evitoni çdo shpenzim impulsiv që mund ta prodhojë stres të mëvonshëm. Akrepi. Sot pasioni dhe thellësia do jenë aleatët tuaj kryesor, duke sjellë intensitet në çdo situatë. Në çift, shprehni sinqerisht ndjenjat tuaja. Një mesazh i panshëm apo një përqafim i fortë të forcojnë besimin edhe në çastet më të errëta. Beqarat do jenë të rezervuar, por kur të vendosin të afrohen, do ta bëjnë me trup të hapur dhe zemër të fortë. Mos u ndalni nga pasiguria. Në punë, aftësia juaj për të lexuar situatat do ndërgjegjësoj kolegët dhe do ju sjellë propozime udhëheqjeje. Financat do jenë të qëndrueshme dhe do ndjeni se keni gjumë për të ndjekur për investime të sigurt. Një shëtitje pranë ujit apo një aktivitet kreativ do sjellë paqen e brendshme. Shigjitari. Sot aventura do jetë në zemër të çdo mendimi tuaj dhe do kërkoni ndryshim me lëvizje. Në çift, kujdesuni të mos lëndoni partnerin me impulsivitetin tuaj. Bashkë vendosni itinerarin e një udhëtimi apo detajet e një aktiviteti të përbashkët. Beqarët mund të kenë momente kur talla e talente e tyre do të rrish njerëz me pasion. Shfrytëzojeni këtë magnetizëm, por mbani mendsinë e hapur dhe të sinqertë. Në punë do jeni konkurrent dhe të parakaloni të tjerët me ide krijuese për takime apo prezantime, duke lënë vresë të fortë. Financat mund të kenë duatje për shkak të impulsi për blerje të paplanifikuara. Mbani një listë prioritetesh për të shmangur pasiguri. Britsjapi. Sot rutina do jetë aleati juaj, duke ju mundësuar të kryeni me zell çdo detyrë të ditës. Në çift, stabiliteti dhe përkushtimi i përditshëm të forcojnë besimin. Planifikoni një detyrë të përbashkët, si organizimi i një mini arboreti ose riparime në shtëpi për të ndjerë bashkëpunimin. Beqarët do jenë skeptik ndaj ofertave romantike, por kur të zbulojnë sinqeritetin, do kapërcejnë frikën dhe do ndërtojnë lidhje me potencial. Në punë, disiplinimi i hollësishëm në orarin dhe ekzekutimi i planit do garantojë rezultate bashkëkohore dhe do rrisë reputacionin tuaj. Financat do jenë të qëndrueshme fal një strategjie kursimi të përshtatur me të ardhurat. Një pasdite reflektimi mbi arritjet dhe planet e ardhshme do sjellë motivim për ditët në vijim. Ujori. Sot mbizotëron kreativiteti dhe bota juaj shoqërore do zgjerohet në mënyrë të papritur. Në çift, organizoni një lojë ku të dy shpikni rregulla të reja. Kjo do rigjallërojë marrëdhënien dhe do stimulojë fantasinë. Beqarët do shohin qartë se lidhjet kalimtare janë zbavitse, por për dashuri serioze kërkohet sinqeritet. Hapni zemrën kur jeni gati. Në punë, ide inovative për projekte multimediale apo bashkëpunime ndërdisiplinore do të japin rezultate të jashtëzakonshme dhe do nxisin vlerësime. Financat do jenë të qëndrueshme, por shmangni investimet në fusha kyçe pa analizuar mirë tregun. Në mbrëmje, një event online me ekspert të fushës suaj do ofrojë një uri dhe frymëzim për hapët e ardhshëm. Peshqit. Sot Marsi dhe Saturni krijojnë një rrjet ndërlikimesh emocionale, prandaj durimi do jetë arma më e fuqishme. Në çift, shmangni kritikat e panevojshme dhe përdorni gjuhën e dashurisë. Një përqafim i ngrohtë apo një kompliment i sinqert do shpërndajë tensionin. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj premtimeve të mëdha. Zbulojnë sinjalet e së vërtetës përpara se të investojnë emocionalisht. Në punë, organizoni detyrat në urdhër prioritar dhe mos lejoni që presionit ju çojë në gabime. Bashkëpunimi me kolegët do ndihmojë të ruani ekuilibrin. Financat do jenë delikate, planifikojini shpenzimet thelbësore dhe krijoni një fond emergjence për çdo rast.